Mirë se erdhët, jemi në maraton të vazhdueshme për sa ndodh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025. Nuk ka më asnjë dilemë, teksa janë numëruar gati 50% e tyre, tani më kampet janë të ndara, Partia Socialiste shkon drejt fitores të sigurt, ndoshta edhe një farë parashikimi më shumë se sa Edi Rama e kishte zotimin e tij në memorandumin numër 2 të Kuçit. Për momentin numërohen 83 mandate nëse konvertohen votat e deritanishme, por vetë të shohim se çfarë ndodh me pjesën tjetër, pavarësisht faktit se çfarë mund të flitet edhe në studio të tjera televizive. Jemi apo jo në bastionet e të djathtas apo të majtës. Trendi është ai që përcakton, por për trendin duhet të ndihmojnë të gjithë ata që prej orësh të tëra janë përpara kutive të votimit, nxjerrin fletët për aty, të angazhuar deri në çastin e fundit që të votojnë të numërojnë çdo vot, ashtu sikurse është votuar gjatë ditës së dieshme. Populli vendos dhe populli e ka përcaktuar trendin e tij, por në qarkun e Fierit duket se numëruesit janë të lodhur. Ornela Joti është me mua në lidhje të drejtë. Përshëndes Ornela. Ka ndaluar apo jo procesi i numërimit në këtë qark? Përshëndetje Erion, më shumë se ndaluar është pezulluar procesi numërimit në KZAZ-n më të madhe të Bashkisë së Fierit, në KZAZ numër 60, pasi numëruesit e subjektit politik të Partisë Demokratike kanë deklaruar se ndihen të lodhur dhe kanë shprehur kërkesën për të rikthyer ditën e nesërme. Gjithsesi, unë këtu kam nënkryetarën e kësaj KZAZ-je, që i përket edhe forcës politike të Partisë Demokratike, për të na shpjeguar se cila është arsyeja e këtij pezullimi. Përshëndetje. Përshëndetje. Një vendim para 30 minutash për të pezulluar procesin e numërimit të votave. Përse duhet ta pezulloni? Atëherë, arsyeja është thjesht njerëzore, nuk është ashtu siç duan që ta paraqesin, pra që është një bojkotim. Ne nuk po bojkotojmë procesin e numërimit. E pam të arsyeshme ta merrnim këtë vendim sepse antarët e KZAZ-s e kanë marrë detyrën që nga dita e shtunë dhe deri më sot jemi pa ndërprerje asnjë minutë në KZAZ. Gjithashtu edhe të gjithë numëruesit janë të lodhur, janë pa gjumë. Procesi i votimit në mbrëm ka filluar rreth orës 1:30, 2 dhe deri më tani janë numëruar gjithsej 23 kuti votimi. Pra siç e shikoni është një proces tepër i ngadalë. Atëherë përderisa nuk është produktive sepse ne ndihemi të lodhur. Atëherë, duke qenë se kjo nuk është produktive dhe ne ndihemi të lodhur, menduam që ta ndërpresim procesin e votimit dhe ta rifillojmë nesër në orën 8 të mëngjesit. Pra nuk është për të zvendësuar numëruesit me qenë se janë të lodhur, për të zvendësuar me numërues të tjerë. Ndodh shpesh në proceset e numërimit. Po, absolutisht. Duke forcën tonë politike, ne kemi qenë të gjithë të angazhuar, duke qenë që nga antari më i thjeshtë deri tek kryesorët e kësaj. Nuk keni besim? Dhe besoni tek ata numërues që keni caktuar? Jo, nuk është çështje besimi, po thjesht të gjithë kanë qenë me detyra, kanë qenë të gjithë të angazhuar në detyra dhe kanë qenë të gjithë në terren. Është parë në fakt zonja Veliu që angazhoheni në këto zgjedhje dhe në këtë proces numërimi apo jeni angazhuar në zgjedhje të tjera? Jo, jam angazhuar, nuk e kam për herën e parë, është disa të herë që unë angazhohem. Që do të thotë jeni kalitur me lodhjen? Po, jemi kalitur me lodhjen, por nuk bëhet fjalë vetëm për një individ, pra vetëm për mua. Jemi duke folur tani për një armatë të tërë, dhe bëhet fjalë domethënë për gjithë numëruesit, për gjithë vëzhguesit dhe pastaj në të tjerët. A është një vendim politik që ndoshta mund të shtrihet edhe në KZAZ-t e tjera të qarkut Fierit? Jo, absolutisht. Unë nuk kam komunikuar absolutisht me drejtuesin tim politik. Ishte një vendim i cili u mor këtu, u mor nga unë dhe nga antarët e tjerë të KZAZ-s. Juaj është të riktheheni ditën e nesërme në çfarë ore? Nesër në orën 8 do të jemi këtu dhe do të vazhdojmë pa ndërprerje procesin. Faleminderit. Faleminderit ju. Erion, ky ishte qëndrimi i partisë nënkryetares të Partisë Demokratike sa i përket KZAZ-s 60 dhe pretendimi nga natyre është se 14 numëruesit e këtij subjekti politik ndihen të lodhur, edhe pse vetë nënkryetaria pranoi se nuk është era e parë që merren me procesin e zgjedhjeve dhe as ato të numërimit. Të gjithë në këto periudha zgjedhjesh, në periudha zgjedhore angazhohen jo vetëm për procesin e votimit, por edhe për etapën e dytë e cila është më e rëndësishme, ajo e numërimit të votave. Tashmë të 7 tavolinat apo monitorët ku janë vendosur në KZAZ-n 60 janë tërësisht të boshatisura, ndërkohë pak më herët ka qenë edhe drejtuesja politike e Partisë Socialiste zonja Belinda Balluku, e cila gjatë komunikimit me gazetarët deklaroi se Partia Socialiste është e vendosur për të vijuar normalisht procesi
i numërimit të votave deri në kutinë e fundit, edhe pse sipas saj kjo është një dëshirë e kundërt nga Partia Demokratike dhe konkretisht ajo përmendi drejtuesin politik të qarkut të Fierit, zotin Gazmend Bardhi, i cili me sa duket të gjithë situatën dhe procesin e numërimit po ndjek nga shtabi i tij elektoral. Ndërkohë duhet thënë Erion që siç e theksoi edhe përfaqësuesja e Partisë Demokratike, nga 97 kuti që janë pas meje, është një varg i gjatë gati me 2 kate kutish ende të panumëruara, vetëm 23 prej këtyre kanë kaluar në kahun tjetër, të cilat janë të numëruara. Duhet një kohë gjatë. Pra që duket që është një sasi e konsiderueshme kutish për të numëruar ende të paktën nga kjo qendër numërimi. Ornela Joti, faleminderit për detajet që na përcolle. Me sa duket do të pritet ndjes Erion. Me sa duke do të pritet vendimin Komisionit Qendror të Zgjedhjeve se çfarë do të ndodhë, sepse Partia Socialiste do të drejtohet KQZ-s për të marrë një vendim në lidhje me procesin e numërimit në këtë KZAZ që me sa duket në këto zgjedhje të ngjason me njësi numër 5 në Tiranë, kur flitet për zgjedhjet vendore, e cila është e fundit që zhbllokohet deri në kutinë e fundit. Mbetet për të parë, pra faleminderit shumë Ornela Joti për këtë raportim të çasteve të fundit. Ka 30